Si që pa ta bo njoftimin, sot s'ka pak si përfundotëm protestën, mitingin, qysh me thonë, në banorët e Shtaisnit. Gjonë që vlen të falenderoj banorët e Shtaisnit për pjesëmarrjen në këtë protestë që organizohen para bashkisë Kukësit. Ju falenderoj përzemërsisht. Pasi që liqë ishin shumë të vendosur për këta që kishim ardhur, po ishin edhe shumë të matën, edhe me shumë dignitet, me shumë personalitet, e këtë me këtë naltë. Gjithashtu nuk harrim pa falenderu se e quaj shumë vlerësim edhe pjesëmarrja e administratorit të Shtaisnit, që në rrallë vene, ose në rrallë njerëz, unë nuk kum gjuhë në fakt, që administratorit marrë pjesë në mbështetjet banorëve. Në mbështetje, administratorin e kena pa atë që vlen me falenderu, dhe një falenderim shumë të veçantë kam për një person shumë të veçantë, se është herë ditë që organizoj protesta, edhe ka ardhur prej Tirane, nuk do shumë u bo publik, po unë pa e bo pak publik, nuk mundem, Andin, o and do të falendereja. Shumë falenderit. Është kënaqësi, është mbi vlerësim për mu, se Andi edhe herën e parë ka ardhur prej Tirane, edhe sot pram ka kontaktuar që si e le për protestën, thash do ta bëjnë, edhe sot në orën 9 ta kanë të protesta. Kryetari i bashkisë na priti, te Pallati i Kulturës, organizotëm mbledhjen e fundit me kryetarin e bashkisë, paraqitëm problematikën e ujit. Si që kena, pa shtohu kur gjon e pa, si që kena problematikën, gjon për të cilën në shumë nuk ka kanë dieni, sepse e dijon që nuk ka kanë dieni, për shkak se aja von dieni që ka në faktuj, prujet janë ka që budallëqe, jam dieni të plot se i kam material këto, edhe ja thash edhe atoj që ka që informacion kjetoj edhe ka që kanë kjertë. Por, tash me kryetarin e bashkisë kena lënë edhe një mbledhje në Shtaisën me datën 3 për këtë problematik, ku von dieni për mungesën, për hupjen e ujit, që ne vjedhin ujin, edhe në faktikisht u befasohu edhe për do budallëqe që i bona publike në atej, por urojmë edhe shpresojmë që kjo punë të marrë zgjidhje njerë edhe për gjithmonë, edhe mos ta vujmë thatësinën që she kena vujt deri sot. Edhe njerë banorëve të Shtaisnit ju falenderoj pa mos për këtë organizim që bëtëm shembullor edhe me fryte të mira, me kallëzohu se jena halo katon i Shtaisën. Ju falenderoj.